Tani, jam unë gabim apo ky këtu je ti apo jo? Jo. Jo. Tani, ju keni punuar në radio? Po kam punuar radio. Shokët e tu, kolegët e tu? Aty është Bekim Fëmiu. E pash. Sa vjet punuar në radio? Radio Tirana? Unë kam punuar nga 75 deri në 85-ën. Pastaj shkoj herë pas here bëj një emision kur thritin se gjithmonë me radion e jashtme. Radion e jashtme. Ju keni mbaruar për gjuhë huaj? Gjuhë të si shqipe, dhe angleze. Pastaj bëra edhe drejt ndërkombëtare më vonë kam bërë. Si gjuhë si shqipe dhe angleze? Dy fakultete? Po atëherë ka qenë bashk. Kanë qenë bashk. Diploma e asaj kohe ka qenë për gjuhën shqipe dhe angleze, gjuhën të si shqipe dhe angleze. Çu ka qenë atë kohë? Ky ka qenë fotoreporter, kështu kameraman. Cili ka qenë? Ky Gaspar ai Çobani. Po. Agron Çobani. Agron Çobani. Ke gjithë ata të njohur këtu, Alfons Gurashi. Alfons Gurashi e pash, fillim. Kolegët e tu. Cili ka një lajm që ti te radio jashtme e ke dhënë që ka mbetur në mendje? Është pak për të qeshur. Po më trego. Më ka mbetur në mendje një gjithmonë në radio speakerat kishin nga krau tjetër vëzhgusin. Vëzhgus ka qenë nga krau aty ku ishte pulti i komandim i inqizimit. Domethënë unë lexojsha tekstin anglisht dhe vëzhgusi shifte me shqip a është korrekt anglishtja apo jo. A përkohet 100% kur është përkthyer teksti është 100%. Dhe ai mund të ndalonte se emisioni s'ishte direkt. Emisionet e radios jashtme nuk ishin direkt. Dhe kujtoj në atë kohë ishte një lajm dy speakera. Speakerja grua ishte një me origjinë armene, shqiptar armene, ishte nga Anglia, Eni, grua e moshuar, e cila kishte edhe zënë shumë mirë, fliste shumë bukur, pinte cigare, edhe kishte zërin nga kordat, nga nikotina. Edhe fillon një lajmet boshin, një ti, një unë, një ti, një unë. Edhe lexoj lajmin e dytë ajo, kur lexoj lajmin e dytë apo tretë ishte ai nga krau tjetër, nga vëzhguesi tha, ndërpritem, ndroni radhën e leximit tha. E jepja ti gjithë, më tha mu, e jepja ti çfarë ke lajmet, jepja Eni, të merrni çka ka Eni, lexoj ti. Edhe në një fillon ajo e para fillova unë i pari tash. Mbaroj lajmet, lexoj, mbaroj emisionin gjysmore, dolem jashtë dhe i them unë këtij vëzhguesit quhet Preng Zhupa, quhesh ai. Preng Zhupa. Nga do të shkollës Fullsi dikur. Edhe po dilim nga radio, ishte ora darkë masditë, darkë ora 8:30, darkë, se i thash, pse ndrove radhën e lajmeve? Çfarë ndodhi? Tha sepse lajmi që lexoj Eni, e lexoj emrin kryetari i Presidiumit të Kombëtimit Popullor Haxhi Leshi. Se nuk e thonte L dot. Se thoshte dot ajo. Shqiptonte dot L. Gërmën. Do vini letër tha që keni ndru kryetarin e Kombëtimit Popullor tha me një L me 2 L. Lezoj të do më kapin mu pse keni ju. Shumë bukur kjo. Haxhi Leshi. Nuk thoshte Haxhi Leshi. Shumë kujtohet. Shumë e bukur. Foto tjetër. Ju keni një aktivitet këtu, jeni me... Këtu është Cyrus Vance dhe David Owen, kur Vance u caktua nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s për të ndryshuar Lord Carringtoni, që ishte kryetari i konferencës për Jugosllavinë, emiratuar nga Komiteti Evropian dhe emiratuar në konferencën e Londrës 92-shit. Kur ai dha dorëheqjen vazhdoi forumi i Unionit, por Vance dhe David Owen që u caktu, mas atij tha plani jon ka vdekur. Ka vdekur. Foto tjetër? Këtu jam me të ndjerin Bujar Bukoshi. Kam pasur fatin të është Alush Gashi dhe Abdyl Krasniqi, është në një qoshe. Kemi qenë këtu në konferencën e Londrës në gusht 92-shit. Po. Kam pasur fatin. Ka qenë një nga ditët e para konferencës, një ditë para konferencës apo një ditë mas konferencës direkt, është kjo fotografi. Foto tjetër? Ky ka qenë kryeministri i parë i Kosovës. Po, kryeministri i parë i Kosovës. E kam intervistuar zotin. Ka qenë shumë njëri i mençur. Shumë mençur. Si ai, si presidenti Rugova, ishte presidenti Rugova, shumë mençur. Njohin si titullar të institucionit Rugovën, po ky ishte kryeminist. Ky zbatonte jashtë veprimet e qeverisë. Është shumë gjithë politika ndërkombëtare është bërë me këtë dhe takimet e mia me të kanë qenë pothuajse çdo 2 deri në 3 javë.
Ju jeni këtu me ministrin e jashtëm Alfred Sereqi dhe Xhezari Zaganjori? Zaganjori në Londër përsëri në konferencën e Londrës. Zaganjori ishte ambasador në Bonn. Ai ishte në Bonn. Atë kohë dhe erdhi për të marrë pjesë. Unë isha në Vjenë dhe shkova për të marrë pjesë. Antar në delegacion. Foto tjetër? Ky është këtu është ambasadori austriak Martin Vukovic, që ishte zëri më i madh nga miqtë e afërm të Shqipërisë evropian për çështën e Kosovës. Këtu është Darko Bekic, ishte ambasadori i Kroacisë, këtu në Kratmajt jam unë. Po ky ishte kryesori për të nxjerrë pa. Ky është Martin Vukovici, që ka luajtur atë rol aq të madh në atë kohë. Foto tjetër? Me Ali Spajin. Me Ali Spajin? Këtu jam me Ali Spajin në Asamblenë Parlamentare, ose bëhet shkurt. Çfarë detyre kishte Ali Spajin në atë kohë? Ishte në Parlamentin e Shqipërisë. Kryetar ishte antar i delegacionit shqiptar në Asamblenë Parlamentare. Ishte një burr shumë i kujdesshëm, shumë i mençur, shumë i avashtë dhe në të tilla mbledhje që shefi parlamentar, të gjithë delegacionet e parlamenteve në Asamblenë Parlamentare merreshin me vete ambasadorët e tyre atje. Që të dishin si është situata, dhe Aliu ishte nga ato që bënte shumë përshtypje, thotë. E kam bë këtë për me fol, si shkon, si është situata dhe pyeste. Ja vlen kjo, duhet ta ndryshoj, ku ta ndryshoj. Shumë i kujdesshëm. Vazhdojnë sot me të njëjtën natyrë si Ali Spajia? Se di se unë jam shkëput nga shërbimi diplomatik shqiptar në 2010 në Dash Dorheqe. E kuptoj. Foto tjetër? Ibrahim Rugova. Kjo është interesante shumë. Ku jeni këtu? Në Muzeun e Armëve? Në Muzeun e Armëve. Në Vjenë? Nuk është Muzeu e Armëve, ka dy lloj armësh. Muze. Ky muze quhet Muzeu i Armë i ushtave, shtizave, bajonetave, armëve të mesjetës. Dhe kjo fotografi është kur ai erdhi i ftuar zyrtarisht nga kryeministri i Austrisë, erdhi në Vjenë. Dhe unë e takova atë natë, sa më rriti. Në cilin vit? Kjo është 95-a, mos gaboj pa. 95-a. Zyrtare, vizita parë zyrtare si presidenti i Kosovës. Dhe e takova, kjo është Edita Tahiri. Edita Tahiri, po. Dhe kjo Avni Spahia. Dhe ulëm, më ka bërë shumë përshtypje në atë kohë, i thash, president, çfarë sugjerimi ke se duhet bëj unë, si ambasador i Shqipërisë, dhe të bëjmë ne në organizatë ndërkombëtare. Çfarë thon? Ai me një qetësi olimpike kështu. Olimpike, duke prisur cigare. Tha, çfarë them, tha Zef, ti e di tha këtë punë, ju e dini, keni edhe instruksione, tha, nëse ka diçka, tha, ti je në kontakt me bujarin, me mua, ju e dini vetë se çfarë duhet me bëhet, sa t'ju them unë ju tha për Kosovën. Ju e dini si është situata. Dhe vazhdoi një bisedë shumë me këndës për rreth një orë diçka, pastaj thash president Dondami, nesër e ke takimin orën, si më thonë orën 2, masdite, i thash, çfarë doni me pa? Çfarë do të bëj unë për juve para ditën nesër? Ku doni me shku? Çfarë doni me taku? Çfarë doni me pa? Më tha, të lutem, tha, vizitën e parë, tha, mund të më organizosh te Shpata Skënderbeut.